Bëm një takim me Komisionin Zonal Zgjedhor këtu në Borë për të parë më nga afër ecurimin e procesit të votimit në këtë bashki. Nga komunikimet që patëm me anëtarët e KZAZ-s, duket që procesi zgjedhor është duke shkuar mirë. Të paktën për aspektin e përdorimit të teknologjisë nuk ka patur asnjë problemi, si për pajisjet e votimit dhe të numërimit elektronik, po ashtu dhe për pajisjet e identifikimit. Edhe në ato 2-3 qendra votimi që ne vizituam, konstatuam që nuk kishte asnjë problem. Shpresojmë që të vazhdoj kështu dhe për pjesën e mbetur të ditës dhe ky proces të përfundojë me sukses edhe këtu, sikurse edhe në gjithë qendrat e tjera të votimit në Republikë. Për kemi deklaratat të Partisë Demokratike me zotin Noka dhe disa deputet të tjerë të Partisë Demokratike dhe akuza kundrejt të komisionerëve. A është mundur të sqarohet kjo situatë, nga çfarë komunikuat dhe me administratën zgjedhore në këtë KZAZ? Po, e raportuan nëse mund të them kështu, edhe anëtarët e KZAZ-s këtë situatë. Nuk di të them për momentin se mbi ç'bazë ka ndodhur ai konflikt, por një gjë mund ta them me siguri që është më shumë dobi, e kuptoj edhe gjithë shqetësimin që mundet në subjekt zgjedhor i caktuar të ketë për momente të caktuara të procesit zgjedhor, por është më me kuptim, më me dobi që përfaqësuesit politik t'i adresojnë këto shqetësime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E kuptoj që në njërë në terren situatat nuk janë dhe nuk mund përcillen kaq qetë sa ne mund të shikojmë nga tavolina e punës tonë, por e them me bindje këtë dhe kam këshill për të gjithë ata përfaqësues politik, po veçanërisht për kandidat për deputet, sa më larg qendrave të votimit. Nuk kanë asnjë mundësi praktike, fizike, ligjore për të kontribuar në mbarvajtjen e procesit. Dhe mund të qelloj jo pak herë që nisur dhe nga e mira angazhimi i tyre të prodhojë pasoja jo të mira për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Dhe kanë edhe nga pozita e vetëm komisionerit shtetëror, por edhe në këshill miqësore për gjithë ata përfaqësues politik, të cilët në atë merakun e tyre të përligjur për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, shpesh nuk e kuptojnë atë kufirin midis të drejtës tyre dhe disa përgjegjësive që kanë. Në komunikimet që ne kemi patur me përfaqësues të KQZ-s në terren, por dhe nga raportimet që marrin nga komisionerët e qendrave të votimit, në përgjithësi procesi i votimit ka shkuar shumë mirë dhe ndonjëherë kur ka pasur një problem, prania e përfaqësuesve politik ka kontribuar për të kundërtën. Si shpjegohet vonesa prej më shumë se gjysmore në disa prej qendrave të votimit? Ku çaloi puna kryekomisioner në organizim që nuk u hapën në kohë në orën 7 mëngjesit dhe raportohen dhe për disa problematika për sa i përket të identifikimit biometrik me pajisjet? Është bërë testimi pajisjeve, ka pasur dhe një fond shtesë për mbarvajtjen e tyre. Çfarë po ndodh aktualisht? Nuk ka asnjë problem me, domethënë nuk kanë para se raportuara nga ana e operatorëve, mbikëqyrësve të operatorëve, por dhe nga komisionet e qendrave të votimit apo dhe nga vëzhgues problematika në lidhje me përdorimin e pajisjes elektronike të identifikimit. Problemet lidhen në disa raste me pamundësinë, se nuk do ta përkufizoj ndryshe, të disa operatorëve për ta vendosur pajisjen në punë. Po pajisjet në vetvete nuk kanë patur asnjë problem. Në përjashtim të 2 qendrave votimit ku i kemi zvendësuar, është normal. Domethënë në 5225, 2 apo 3 pajisje të cilat mund mos funksionojnë, nuk e vënë në dyshim si thua eficiencën e këtij sistemi. Në disa qendra votimit